ne do t'i dërgojmë një letër përsëri presidentit Trump, të cilin do ta informojmë që po afrojnë zgjedhjet në midterm, nuk do kesh asnjë vot shqiptare opozitare në rast se do mbështesësh këtë qeveri të korruptuar. Ky ose duhet të jetë i smur mendor, që thot po ku është korrupsioni, ose ky tallet me popullin, po ky nuk arrin dot tallet me mua dhe me ty. Edhe me disa mira të tjerë që janë njerëz të cilët nuk arrin t'i blej, nuk arrin t'i mashtroj, dhe sikur ky të fitoj një kohë të caktuar, ne do të vazhdojmë punën tonë, sepse mbështetja e shqiptarëve, të cilën e ka bërë live para gjithë botës. I want to thank Albanians in Michigan for supporting me, të cilët bëm të mundur pavarësisht një pjesë modeste të popullsisë, se Shqipëria është një pjesë modeste, por që kemi qenë në mbështetje ti pikërisht për të mbështet forcat opozitare në mënyrë që qeverisja e Shqipërisë mos jetë një qeverisje e Sorosit, e sponsorizuar, e orientuar drejt kontrollit të Ballkanit Perëndimor nga Serbia. Dhe ne si shqiptar amerikan, ne kundërshtojmë këtë dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë luftë. Pra shqiptar, merrni ndor fatet tuaja nëse doni të. Është fundi Shqipërisë se do i vej çizmën në kokë çdo njeriu që guxon edhe të hapi gojën, jo kaq sa kemi folën e dy sot, po edhe 100 e kësaj. Po kolonel, se më thonë mua, e shiti i poshtri Shqipërinë, e shiti Sazanin, e shiti minierat, i shiti Verliun, shiti Zvërnecin, portin e Durrësit, i shiti gjithë. Unë nuk kam thënë kolonel, edhe veshkat ka për t'ju ashit, edhe pankreasin ka për t'ju ashit në tregjet ndërkombëtare. Qa keni mëlqi, bajame, veshka, zemër për transplant, gjaku të jathithin, po nuk reaguat. Po nuk u ngritët në shesh 1 milion shqiptar, derisa ky t'japi dorëheqjen. Për te siglave politike. Për te siglave politike, mos lejoni t'ja u marrin. Dhe për te marrëveshjeve Rama Berisha për qeverisje. Ja u vjedhin lirin, po nuk zbritët në qendër, po nuk largut këtë klik, hajdutësh anti-shqiptare. Përfundimisht jeni ju përgjegjësit dhe mos më jepni leksione mu, hajde ti edhe na drejtoni në Shqipëri, se unë po bëj sa për 1000 veta nga ju, po unë nuk jam këtu për t'ju treguar se ç'a bëjon. Jo, ne nuk rafim shpatullat kolonel, ne vetëm ecim dhe po luftojmë, po bëjmë shumë herë më shumë se sa ju. Prandaj uluni, bashkohuni, jemi gati t'ju drejtojmë për çdo gjë që doni, në shkëmbim të asnjë posti politik. Në shkëmbim të asnjë përfitimi financiar. Çfarë mund të bëjmë për ju? Na shkruani, na thoni, na orientoni. Më shumë se kaq s'kemi çfarë të bëjmë. Zotnia po bën, po shkëlyet katësh në Amerikë, çka ka telefonata, lobe, njohje, po raporton atje çdo ditë. Ne njoftojmë nga Shqipëria, ata na njoftojnë nga Amerika. Unë sa u ktheva nga Europa, ku ka shqiptar që ka një fije burni, që i ka ngeli fije nder, po shkoj po i trokas nder, po i them Shqipnia on rrezik, lëvizni fort në Amerikë, lëvizni fort në Europë, në Bruxelles, në Itali, në Londër, ku të mundeni. Kaq ne mund të bëjmë pjesa tjetër, është në dorën tuaj. Historia nuk do të na e falë, vëllezër dhe motra. Bota është në tym, bota është në mjegull të madhe. Shpresat tek askush, përveç shpatullave tuaja, fytit tuaj, revoltës tuaj, vetëm kjo e garanton shpëtimin e Shqipërisë. Ne kemi detyrë të hapim mjegullun, të ngrejmë perdet, që ju të keni shikimin e qartë. Përpara të mbrojmë Shqipërinë të gjithë bashkë, çfarë roli duhet kemi ne për ta bërë këtë, jemi gati ta marrim, siç e tha koloneli, në këmbim të asgjëje. Nuk duam asgjë. Dhe nëse nuk na e din njerëzit, ka i madhi Zot nuk ka për të humbur kurrë asgjë. Dhe unë jam i bindur për këtë kolonel. Çfarë mesazhi jep Amerika, si po e përdor kryeministri shqiptar? Unë mendoj që shumë shkurt ç'është bordi i paqes dhe cili mundet të jetë objektivi i krijimit të këtij bordi. Dhe në mënyrë modeste, mendoj që ky është një bord i cili po projekton të ardhmen e rendit të ri botëror. Sigurisht që ky bord
do t'i shërbej Amerikës dhe personalisht presidentit Trump për të projektuar fuqi, për t'i treguar botës që unë do t'a drejtoj këtë rend të ri botror dhe do duhet bashkëpunoni me mua në mënyrë që të ulemi të bisedojmë të ndajmë zonat e influencës. Sa i përket Ramës, sigurisht, si mjeshtër që është, i mashtrimit, i gënjeshtrave edhe i dizinformimit, por si super kryeministër i korruptuar, i erdhi një rast për ta shfrytzuar në dorë. Dhe sigurisht, me vrap, me të gjitha format, metodat, lidhjet, think tanket, Tony Blairin dhe gjithë këshilltarët e vet që ka gjithë to vite që i paguan me paratë e vjedhura të shqiptarëve, ai nuk ka problem, Kreshnik, në gjykimin tim, ai nuk ka asnjë lloj probleme për të paguar 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard, si gjithë diktatorët e tjerë, si Madurët dhe Ramadurët janë njësoj. Objektivi i tyre është shfrytëzimi i popujve, shfrytëzimi i parave të vjedhura për tyre për të qëndruar në pushtet. Pra unë personalisht e shikoj si një lëvizje e tij për të mashtruar popullin shqiptar, sikur ky ka marrë një ftesë speciale, është i zgjedhur si një lider i jashtëzakonshëm nga presidenti Trump, ndërkohë që e vërteta është krejtësisht e kundërta. Të falenderoj. Kolonel, janë mira shqiptarë që na ndjekin çdo natë. Ju ndjekin dhe ju presin edhe ju me shumë dashamirësi dhe me respekt. I kemi dhënë fjalën që do t'i bëjmë ca muhabete kështu të shkoqitura fare. Janë të trishtuar shqiptarët, kolonel, një pjesë sepse nuk kupton, një pjesë mendon se po i shitet atë dheu, po i shitet kombi, një pjesë e kupton qartë që Shqipëria ka dalë në shitje, një pjesë thot nuk i ndalin dot këta, pjesa tjetër thot Shqipëria mori fund. Kolonel, në dritën e këtyre zhvillimeve të mëdha, besoni fuqimisht dhe realisht se ka njëri mundësi ta ndalë më këtë aksion për shpartallimin e plot të Shqipërisë dhe nxjerrjen e saj në tregun ndërkombëtar të lojës kombeve në shitje, në mënyrë që Rama të blej pushtet, apo ka sheh ende energji të fshehura të antarësia e këtij kombi për t'i bërë ballë kësaj stuhie të madhe? Absolutisht që ka, edhe nuk ka. Ka për arsye se ju e dini shumë mirë që popujt, po të kenë leadershipin e dur, po të kenë drejtuesit e dur, po të kenë frymëzimin e dur, dhe njerëz të ndershëm, profesionist, patriot, që nuk janë aty për të vjedhur, e ngrejnë popullin edhe e ngrejnë për bëthësh Ramën nga zyra. Për bëthësh. Dhe nuk ka ngel më Kreshnik asnjë lloj kufiri për të përdorur fjalë. Po na kritikojnë, po na thonë shumë fjalë po na përdorën. Korrekt. Jo, pa e tërheqin për bëthësh me të gjithë hajdutët, ministra dhe ish ministra, kryetar bashkish, që kanë marrë në zotrim të gjitha pronat e shqiptarëve. Dhe turpi i madh për këto shqiptarë që nuk ngrihen. Spari. Së dyti, sigurisht që ka mundësi për të ngrit, për ta larguar, për ta penguar, për arsye sepse po të kishte forca të dura, të cilat të mobilizonin, të frymëzonin. Pra, kur them opozit, them të gjithë shqiptarët të cilët ndihen të vjedhur, të dhunuar, të shtypur, të injoruar, edhe nuk po vazhdoj më tej, po shtruar, ka epitete sa ka vend. Shembulli më i mirë është Franca para një jave. Vuri buldozerët, bllokoi rrugët. Kooperativistët, fshatarët, bllokun rrugën. Pra, dun apo s'dun, unë personalisht, sigurisht jam kundër dhunës, po unë jam për një opozit. Kur them opozit, mos më keq kuptoj, kam opozit komplet popullin që vjedhet, se nuk e di, më thuj nëse të përdor. Jo, kolonel, shikoj, nuk do të kompleksohemi ne nga patronazhistët. Kur thua opozita, kujtojnë se po thua Berisha. Opozita është më e madhe, është më e gjerë, është më e madhe, është më zgjeruar. Patronazhistët kanë një detyrë. Sa herë themi opozita, sa herë themi çdo gjë kundër Ramës, thotë janë Saliut. Ne nuk do merremi me këta zvarranik. Këta janë zvarranikët, këta janë kërmat, janë këllira,
janë llumi, janë pislëku, janë qelbi më i madh i kësaj race dhe i këtij kombi. Ne nuk do harxojmë kohë me ta, kolonel. Ju po jeni shumë i qartë. Opozita, i gjithë populli kundër Edi Ramës, ai popull që ndjehet i poshtruar kundër Ramës, jo ata që janë Keselia e PD-s vetëm, ata janë një pjesë e opozitës, sigurisht. Është detyrë kombëtare, Krishnik, Kush do ta bëj këtë, kolonel, detyrë kombëtare? Kush do t'i bashkojë shqiptarët? Më lejo të bëj një thirrje. Urdhëro. Është fundi i kombit shqiptar në rast se nuk reagoni janar, shkurt, mars të vitit 2026. Sepse të gjithë Bregdetin e kanë marrë hajdutët e rilindjes. Të gjithë kryeqytetin, të gjithë zonat bregdetare, shikoni, i kanë marrë investimet e krimit organizuar, ministrat, ish-ministrat, kryetarët e bashkisë, ish-kryetarët e bashkisë. Së dyti po përgatitet vjedhja e dytë e kombit shqiptar, tradhtia e dytë dhe përfundimtare. Projektet malore, pra glabërimi i të gjithë zonave malore ku investimet të maskuara si nga vendet, nga milionerët, nga vendet e lindjet mesme, do vinë t'ju glabërojnë të gjithë ju mbështetës të rilindjes anti-shqiptare, që i keni votuar rilindjen, që është sekti më antikombëtar që ka 13 vite që shkatroi kombin. Prandaj, ky është rasti dhe momenti që i gjithë populli shqiptar të zbresin shesh, të mos shkoj në siglat e asnjë partie, po të gjithë bashk ta detyrojnë këtë regjim të dorëhiqet. Sepse në qoftë se prisni që Amerika t'i udhëzoj vetëm Amerika, t'i udhëzoj Edi Ramën, Amerika këtu është. Ju e keni parë reagimin ambasadës amerikane, ju e keni parë ardhjen e hetuesve të FBI-s, por jo vetëm, kërkesat, mesazhet e përditshme të ambasadës amerikane, mbështetjen e ISPAK-ut, mbështetjen e BKH-s, vjedhjet e fundit që çdo ditë po ja u publikon, po ja u tregon, dhe tani ka ardhur koha që ju të reagoni. Të reagoni pas sigla partijake, po bashkë me partitë opozitare, gjithë populli, sepse gjithë populli është më i madh se partitë opozitare. Absolutisht po, populli është më i madh se partitë opozitare dhe populli opozitar është më i madh se çdo sigël dhe se çdo emër, pa asnjë diskutim. Kolonel, shqiptarët janë konfuz, janë të paqartë, një pjesë janë dorëzuar, një pjesë po prisin të dorëzohen, një pjesë presin të zhduken, një pjesë nuk e kuptojnë këtë që po ndodh. Unë do të rikthehem sërish në Shqipëri, kolonel, por që ta kuptojmë Shqipërinë mirë, sepse kjo ishte një hyrje që ka nevojë të japim efektin shok dëgjuesit dhe shqiptarëve, të ngrem alertin sa në rrezik është Shqipëria, sa në rrezik janë shqiptarët, të rrëshkasim të kuptojmë çmendurinë që po ndodh në botë dhe të rikthehemi në vendin ton, të shohim kulisat. Davosi ka shpërthyer planetin, kolonel. Donald Trump i ka shpall luftë Francës, ka poshtru Zvicrën, Emmanuel Macronin, qa janë këta burokratët e Brukselit i ka bërë leck shtup fare. Ndërkohë, kanë fillu konspiracionet, jo defekt elektrik ke Air Force One, jo rikthimi i Trumpit, jo kërcënim, jo rrezik. E majta amerikane është hedhur në sulm. Absolutisht, amandamenti 25 ta pushojmë Trumpin se nuk është mirë nga trut, nuk mundet ta qeverisë Amerikën se është në rrezik. Në këto kushte, kolonel, si pritet, si e shikonit ardhmen e raporteve ndërmjet SBA-s dhe Europës, aleatëve të tyre më të mëdhej, besoni se jemi në prag të një çarje të madhe, apo do të shkojmë drejt zbutjes si pas stilit që ka Trumpi, gjuan 10, pastaj tërhiqet momentin e fundit. I tha për Grönlandën, nuk duk gjë, tha, një cop akulli do të na hipni, tha. Neve tha, ishim budallej, tha, në luftën e dytë botërore, e fituam, marrim, ja kthyem prap Danimarkës se ishim idiot, tha. Ja kthyem ju prap.
Një gjë, një cop akulli bore, tha do ju japim, do na jepni. Si ta shikojmë këtë, kolonel, që të fillojmë të kuptojmë pasaj çfarë do bëj Amerika këtu? Pa diskutim që mënyra se si po vepron presidenti Trump, aksionet, vendimet, dekretet, urdhrat ekzekutiv dhe mënyra e përplasjes me Britaninë e Madhe, që kemi një çarje të jashtëzakonshme midis dy vendeve të cilët kanë qenë të lidhur pasgjithshmërisht me njëri tjetrin në të gjitha fushat, në politikën e jashtme, por jo vetëm. Me Francën, me Gjermaninë, me Spanjën, paktën me këto katër deri tani, se me Italia po tregohet e kujdesshme me Loni, duke ditur edhe temperamentin e presidentit Trump. Pa diskutim që është një precedent për sa i përket marrëdhënieve midis dy Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontinentit. Por kjo unë mendoj që është faj i Bashkimit Evropian, i cili të paktën që pas përfundimit që pas përfundimit të luftës ftoftë në 91-shin, ka qenë i paaft për të organizuar, për të forcuar, për të krijuar një infrastrukturë ekonomike, ushtarake, diplomatike unike, pavarësisht se Bashkimi Evropian është një vend shumë i fuqishëm, është një këshill shumë i fuqishëm që përbën një sasi të madhe ekonomike, teknologjike, ushtarake, po që është i përçarë, nuk është unik. Dhe konflikti midis Ukrainës dhe dështimi për ta mposhtë Federatën Ruse i ka përçarë dhe më tej. Që do të thotë, kemi një precedent i cili është i paparë në histori, të paktën që nga përfundimi i luftës dytë botërore, jemi në fazën e krijimit të rendit të ri botror dhe Trumpi do që të cimentoj pozicionin e Amerikës dhe do të ngelin histori për shkak të këtyre veprimeve dhe vendimeve që po merr. Ka një ftesë, ka një zhvillim interesant, kolonel. Donald Trump ka dërguar ftesë për Vjosa Osmanit të bëhet edhe Kosova pjesë e bordit paqes. Interesante është se Kosova po ftohet prap jashtë OKB-s. A kuptoni në një lëvizje të Trumpit ekstreme në drejtim të njohjes Kosovës apo një njohje de facto e Kosovës, pra duke e ftuar të bëhet pjesë e bordit paqes jashtë organizmit OKB-s. Ç'është ky mesazh? Ka diçka apo ka ndodhur kështu rastësisht? Ju falenderoj shumë për këtë pyetje, $1 milion, sepse shumë e rëndësishme që dëgjuesit tanë në Kosovë, por jo vetëm, të na dëgjojnë. Spari në një konflikt hapur midis Zotit Kurti dhe Ramës, tashmë Zoti Kurti në të gjitha aspektet është përpara. Edhe sa i përket mënyrës së si qeverisë, edhe për sa i përket mbështetjes ndërkombëtare, më lejo të rikujtoj edhe takimet e mrekullueshme që bëri dje në Davos, duke treguar që është një lider gjithëpërfshirës, me vizion të qartë ekonomik, me vizion të qartë ushtarak, me vizion të qartë diplomatik. Së dyti amerikanë në Davos, po. Së dyti, ky pa diskutim nuk është asgjë më tepër se sa ajo që keni thënë edhe ju, edhe unë në këtë kanal mbar kombëtar, duke vërtetuar edhe një herë vendimet e 12 dhjetorit dhe 25 dhjetorit 25, të cilët edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare, por edhe në dokumentat e bashkëpunimit strategjik midis dy vendeve, tashmë Kosova e ka marrë haptësi mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po përshpejtohen reformat për pranimin sa më shpejt saj sparin në NATO, duke e blinduar përfundimisht Kosovën, sa i përket sigurisë, pra duke siguruar paprekshmërinë e saj territoriale, dhe këtu pastaj ka ndihmuar një sër reformash për cilat ne kemi fol, dhe së dyti duke i treguar edhe Serbisë, edhe Rusisë që kjo është zona ime. Pra nuk kemi asnjë. Kjo është në këtë. E ka marrë mesazhin Beogradi dhe Moska me këtë ftesë të Kosovës për të bërë pjesë në bordin e paqes? Në qoftë se ka një vend që e njeh politikën e jashtme në mënyrë ekselente, është Moska zyrtare dhe Pekini zyrtar. Dhe ju, si një ndjekës dhe një studiues i vjetër i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë, e dini shumë mirë që Moska, pavarësisht tentativave për të projektuar fuqinë në rajone të caktuara,
në çdo moment kur shikon siguri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tërhiqet vetë Moska, e ka marrë mesazhin qartë sepse tashmë është e sankcionuar në dokumentat e strategjisë sigurisë kombëtare për 10 vitet e ardhshme. Dhe kushdo që mendon që presidenti Trump, koha e leadershipit të presidentit Trump do të jetë e shkurtër, është i gabuar. Po e lej këtu, nuk po e elaboroj më tepër. Sepse vendet e Europës nesër në Bruksel kanë një takim urgjent për Groenlandën. Për Groenlandën, dhe pas nesër do të largohen në Kinë Ursula von der Leyen për të lidhur një marrëveshje strategjike. Kemi një zhvendosje tashmë për t'u kundërvua Trumpit, edhe nga kryeministri i Kanadas, edhe nga bloku i BE-s. Pikërisht aty po ju vija. Kujdes. Pra bëhet nesër takimi